në Volga Durrës, Gjon Marko, dhe unë po shikoj diçka shumë interesante. Do shesim, nga kushto pak vëmendje, do shesim një apartament 2+1. Pra, 2+1. Sipërfaqja 131 m2 dhe çmimi 139.000 euro. Ky apartament është me dokumenta. Shiko, Gjon, jemi përballë pistës dhe jemi ke pishina Italionit. Edhe përballë pistës, ja. Unë e shikoj me të vërtetë në ndiq pak. E shoh shumë interesant këtë apartament. Pse? Sepse këtu i pi diku ka 1.050 euro për metër katror. Për mendimin tim, sot për sot në qytetin e Durrësit, në Volga, nuk ka kështu çmimesh. Prandaj, në qoftë se ti ke lek në bank, investoj sigurt sepse jemi në Volga Durrës, kati 3, urdhëroj Gjon t'i ullim në sy. Shif që koridori, kemi komplet dritë natyrale në çdo cep. Bajo është sa i dhom shtëpie, me dritë natyrale, me dritare. Çfarë t'ju them ju? Pra, mund ta shohim këtë dhomën këtu pak, shpejt e shejt, dhe të shohim Gjon Marko, të shohim dhomën tjetër këtu, dhe jemi direkt me pamje nga pishina. Tu s'kemi pamje Italia. Ka gjithë këtë balkon. Shikojmë pak, shifër Gjon sa është këtu. Balkoni më. Ka kaq shumë vlera, sa çdo kush që ka një apartament, ku ka një balkon të këtu, mendoj investimin duhet ta bëni të sigurt. Mos se zgjasni, kapni këtë version se është version tepër interesant. Pra, është version vërtet tepër interesant, duhet të investoni. Ka di tretër burrësh, ka di tretë. Shiko ku është pista. Tregojeni pak. Shumë afër. Është gjithçka si që kemi folë shpesh herë, çdo gjë me dokumenta. Investoni.